familja Magjuni ishte brenda në shtëpi, në momentin kur është shembur dheu në oborrin e saj. Dheu i shembur si pasojë e punimeve në rrugën A ka shkaktuar dëm dhe qarje përreth shtëpisë. Megjithse kjo shtëpi është ndërtuar në pronë publike, Shqipe Magjuni thosë se jeta e familjes së saj u rrezikua atë natë. Ka ndodhur një shembje e shtëpisë të fqinjit të ofër, po neve na kanë thonë asë kohë që ju nuk jeni të rrezikum, edhe kemi vazhdu me jetu, po me frikë. Se gryrjet kanë qenë më shumë se 16 metra, po flasë që na kanë tregu punus të rrugës këtot. Edhe pa asnjë mosë mbrojtëse, do me thonë heq. Vesh kanë bo gryrje dheu, me thellësi 16 metra, edhe asnjë mosë mbrojtëse. Data 27 ke fatale për neve. Në ora 22 në mramje, fëmijët kanë qenë gjumë, une me bashortin fati qutë, kemi një vesh një zhurëm shumë të madhe edhe është ndalë rryma. Edhe e ditëm se çka po ndodh, nuk kishëm frikë të kalojmë prej kësaj hyrjes kryesore këto, se nuk e dishemi sa poshtë kemi ranë. Edhe me dritë telefonit, jemi ngjitë në katin e dytë me kujdes, e kemi pa që kemi qasje me dalë në rrugë. Edhe në ato momente kam njoftu vetëm drejtorinë e emergjenca në kodër të komunës. Ata kanë ardhë, e kanë po gjendjen, kanë marrë, kanë bo foto, kanë inspektu vendin, edhe që është me e keqja, gjatë inspektimit tëne, ndodhë ke vetëm shembja e dheut, janë dëshmitare dhe ata vetë. Ajo thosë se nuk është nxjerrë asnjë vendim nga Komuna e Prishtinës që i lejon të qëndrojnë në shtëpi, në mënyrë që të kërkojnë edhe dëm shpërblimin. Neve na largun prej shtëpisë, na thanë që është rrezik, bëni strehim, sonte kudo që të mundeni. 2 orë kemi qëndru jashtë, përkundër ftoftit, vajza më ka të meru shumë, se ka qenë gjumë. Ajo e vogël edhe nuk dike se çka po ndodh. Kemi qëndru jashtë, në ato momente nuk disha se ku me amajt. Kë i kom qu fëmit të prente mi, mu ka kujtu, i kom qu fëmit të prente mi edhe jemi këthy me bashortën, kemi qëndru në makinë me pase çka po ndodh me shtëpinë tonë. Të nesërmen kanë ardhë në ora 14, prap drejtoria e emergjencave dhe drejtoria e investimeve kapitale, na kanë sugjeru prap që këto është rrezik shumë i madh. Na kanë premtu që kena mi u siguru vend banim përveç 3 muaj përkohësisht, me një subvencion minimal 400 euro, që një javë det jam të ulumtu me aqmim s'm po gjej, tek dje kam gjet një vend banim që e kam pagu vet. As një vendim nuk kam shumë prej komunës që unë jam detyru me dalë prej shtëpisë, edhe jam rrezik me qëndru brenda, po pres përgjigje prej tyne. Drejtori i emergjencave në Komunën e Prishtinës, Lulzim Fushtica, thosë se derisa të përfundoj procedura e ekspertizës për këtë pronë, do të lëshohet edhe një vendim. Është një proces, zonja një fjalë, e kemi sugjeru dhe e kemi uzu që mund edhe njëherë, edhe nëpërmjet kësaj interviste të sugjeroj që t'i sjell dokumentacioni, pra dokumentacioni është kontrata për qiramarrje në një banese, dhe xhirollogarinë bankare, letër njoftimi, gjitha ato dokumentet që zyrtarët e mi i kanë udhëzuar që t'i sjell. Në atë moment që sjellin, ne e marrim përsipër lëshimin e vendimit nga zyra ligjore e kryeqytetit dhe shkon në financa dhe bëhet pagesa e rregullt sipas asaj marrëveshje. Do të thonë asnjë problem tjetër në këtë fazë nuk ka dhe nuk do të ketë, se është proces shumë i qartë që kemi shpjeguar disa herë. Po ashtu drejtoria për siguri dhe emergjenca lëshon konstatim për gjendjen e asaj shtëpie. Konstatimi është konstatim profesional që i bëhet nga inspektorët e drejtorisë për siguri dhe emergjenca. Sipasi, nga fillimi i punimeve në këtë pjesë ka mësuar dëmtime në 9 shtëpi.
për shkak se shtëpia është ndërtuar në pron publike. Magjuni thotë se familjes i ka dalë problem. Fillim viti 2000 e kemi ble prej fqinjet këto. Aso kohë, si që dim që s'ka pas shumë institucionet të zhvillumet, të më thonë të Kosovës, e kemi ble në mirë besëm edhe kemi dërgu dokumentacionin për legalizim të shtëpisë vitin 2000, s'nuk ka kthy asnjë përgjigje, 2020 e kemi kuptu që prona është pronë e komunës, po me një vendim viti 2024 shumë prej kryetarit komunës, prona ka kalu në personit fizik, do me thonë. Kujt? Juve jo? Jo, neve jo. Për derisa unë jetoj 25 vjetë, jam tatim paguse e regullt edhe kom qëndru këto, pse mu jo? Pse mus mu paralajmëru unë? Po, ata e din çfarë mënyre është lëshuar vendem. Koha ka dërguar pyetje në drejtim të komunës së Prishtinës për të parë se në pronësitë e kujt është kjo tokë. Mirë po nuk ka marrë përgjigje.